Jemi 9 maj 2025 në fshatin Qinar, njësia administrative Fjeshegan, bashkia Lushnjë. Përshëndetje. Përshëndetje, zotin Ndriçim, faleminderit për ardhjen tuaj. Ardit pas ke një ambient fantastik tu. Po. Sa sipërfaqe ke gjithsej me serë? Un kam rreth 4 dylymë serë. Domate. E kam bjell domate, 2 dylymë e kam pak më vonë. Kjo është Pink Rock, ë? Pink Rock. Më thej që këtu aplikon mbrojtjen biologjike. Mbrojtja biologjike ka filluar si vjet, edhe ne do t'i nënshtronim sipas ligjeve, Po, sipas standardit. po si çmim ke filluar të Ka vjelësh? filluar sot është vjelja 3, edhe mirë domatja ka shkur deri tani. Unë shpresoj që do rritet çmimi, se ka pas një ngërç, po besoj që do të rritet çmimi. Më thej që ti bashkë me Nusën keni qenë në emigracion dhe keni ardhur këtu, edhe keni investuar këtu me fjalë. Po, kam qenë bashkë me vllajin, kam punuar një vit në emigracion, nuk isha shumë i kënaqur atje dhe Shumë mirë. e pash që këtu ishte një. Bashkë me Nusën keni bërë 2 yje të vegjël që i pash aty ato. Shumë Kështu që faleminderit. t'ju uroj edhe ata. Shumë faleminderit. Unë do duroj ty një sezon të mbar. Shumë Edhe ore faleminderit. mirë, shumë mirë bën akpute. Edhe për Mund ta konsumosh se që thonë për domaten që ne kemi me pesticide, ne kemi domaten bio. Un kam ja jap dhe fëmijëve, e ha dhe vetë, është një domate shumë e shumë e mirë. mirë që ka. Shumë e mirë. Të vej mbar atë, gjithë mirat. Faleminderit edhe Tek vlezrit Kiçi, në Sul Zotaj. Është hera e dytë që këtu vilet shalqi dhe pjepër. Cilësia është shumë e mirë. Kjo të regon që po të punosh arrijet gjithë shka. Të 3 vlezrit janë investuar gjithë kursimet që kanë pasur nga emigracioni, janë investuar në tokën e tyre.